Gjatë 3 muajve të parë të vitit 2026, në emergjencë në spitalit T. Sagrezdan janë trajtuar rreth 5.000 pacient. Sipas shefit të emergjencës, Dr. Ilir Hasanaj, numri i pacientëve në spital ka qenë më i ulët për rreth 100 pacient, ndërsa edhe numri i konsultave ka shënuar rënje. Në emergjencë janë vizituar përveçërisht rreth 5.000 pacienta, që është pavarësisht është numri i njëjtë me 3 muajorshën e vitit të kaluar. Pranimi në spital ka pas numër pak më të vogël, diku për 100 pacienta, edhe konsulta ka qenë numër më i vogël. Transfera kemi pas pak më shumë se sa vitin e kaluar, për shkak që kemi pas një vështirësi rreth gatishmërisë kirurgëve për operacione. Rastet më të shpeshta që trajtohen në këtë repart mbeten ato internistike, por nuk mungojnë as rastet të traumave dhe ato kirurgjikale, që kryesisht lidhen me aksidente, lëndime në vendin e punës apo raste dhune. Rastet më të shpeshta që i pranon emergjenca janë raste internistike, urgjencat internistike dhe traumat, pjesa e traumave dhe kirurgji. Me këto merremi më shumë, rastet që dhunë, aksidente, rraje plagosur, lëndime në punë, çdo të përgjithshme. Megjithatë, krahasuar me vitin e kaluar, rastet e dhunës dhe rrahjeve kanë shënuar një rënje të lehtë, me rreth 10 deri në 15 raste më pak. Rraje dhe rastet e dhunës janë numër më i vogël pak se vitit kaluar. Nuk është numri për dikon 10, pastaj është më i vogël. Numri i vizitave ka shënuar një rënje të lehtë prej 1.7%, ndërsa konsultat dhe pranimet kanë rënë më ndjeshëm, përkatësisht mbi 16 dhe 15%. Po ashtu rënje është evidentuar edhe tek rastet e aksidenteve, si dhe në ato që lidhen me dhunën, përfshirë rrahjet, dhunën në familje dhe tentimet për vetvrasje, të cilat në disa kategori kanë rënë deri në 50%.